Unë vi për një moshë të rinë luft. O Romullak qështu konë. Qështu. Ditë s'ka pos media sociale. Na që kemi qenë një zonë tjetër në Drenicë ose ndeshan luft. Kanë hekë prind tonë qështu, qështë po hekun për rritë sociale. Tash hi njerëzit që tatë njajtit. Një javë dë bojnë me Vučićin, një dë bojnë me listën serbe, një dë bojnë me atje. Mirë po këtu nuk është foj veç i pushtetit. është foj e opozitës që nuk ka gudzim më dalë mu balafashu. Nuk ka gudzim më dalë mu balafashu. Në munges të gudzimit për balafashim. Njerëzit kanë me zgjedhë ndoshta prap njëjtin pushtet, për arsye se është kriju një farë lloj opinioni që në rast se i kritikon ti të këshia të pushtetit, këta rriten. Domthonë në Kosovë ti ki opozit veç për një partie politike, pe i grave të LDK-s. Edhe në këtë vend fatkeqësisht është shëburra që merren me politikë. Pe i grave të LDK-s që kanë guxim më dal mu ballafaqu sikur me argumenta, thonë. Jo veç me argumente, po me u ballafaqu me secilin profesionist dhe me secilin idiot që është i gatshëm të ofendoj në Facebook duke mbrojt interesin publik. Na kem nevojë më pas ma shumë folca. Mirë po ata atje që janë në opozit janë të thirrun për me shkërmoq që të qasë që është kriju. Krejt problemet që kemi, 1 miliard euro më rënë, 1 miliard euro, gati 1 miliard euro na kanë shku me ble energji, na u ka shtritu shporta, na janë vjedh 100 miliona euro në tendera një burimor. Cilin fjallë dojmë na me fol, këta thojnë lista serbe. E qka bojnë tani? Përfatsus të opozitës, frigohen prej një dikujt që duhet më shku mu këshillu, se nevojat shëndetësore, njeri ju mundet vetë mos me hetu, po të tjetë duhet me hetu, mi thonë, shko të mjeku, do më binë prej e qësati niveli, edhe mori një vendim që prodhën pastaj një zinxhir, sharjesh, problemesh, armitësisht, na kemi nevoj më gudzu mu ballafaqu. E ata zotnit opozitës, nëse nuk janë të gatshëm me u ballafaqu, leti mund këtë zotnia me ma shumë se sa i vynë, e leti bën institucionit që të taralush, dhe sa të ngihemi në tjertë edhe me ta. Veç një minut, më ndërhi. Ekziston nga viti 2006 teoria Gerasimov, që thotë Kosova duhet të luftohet në 2 plane, ashpër pa asnjë kompromis. Në krijimin e disponimit anti-amerikan brenda, dhe në shtypjen e pakicave që pakicat të krijohen si viktim e një organizimi tashpër. Rusia. Po, Rusia. Kurse, baba i kombit serb, Dobrica Ćosić, librin Koha e Gjarprit, në 2001, që është shkruan, të Kosova nuk rikthehet me luftë. Vetëmja mënyrë për të rikthyer Kosovën është kur klima anti-amerikane fillon të lëshojë rënjë në Kosovë, kur shqiptarët e Kosovës do të ndjehen të vetë mjaftueshëm dhe kur nacionalizmi tepër kur nacionalizmi për ta mbrojtur pushtetin e tyre do të ngadhndjej mbi strategjinë evropiane dhe amerikane. Atëherë, shërbimet tona duhet të punojnë fort në Kosovë për të ndërtuar në mesin e shqiptarëve një imazh politik që imiton nacionalizmin e verbër të Miloševićit. Kur të vjen në ai moment, atëherë do të ngjallen shpresat dhe ajo do të jetë koha e Serbisë. Atë moment duhet ta presim dhe të mos e lëshojmë. A po realizohet kjo teori e tij? Qaj moment nuk ka më ardhë kur. Kosova nuk ka më mujtë me u kthy mas. Po ajo që i ka ndodhë Kosovës, këtu 5 vjetë nuk flet kurkush. Është që na i kanë ikë 200.000 njerëz. Po, veçteri tash folëm, qysh nuk është në rregull me rshit narracioni ka anti-amerikanisht. Zoja Luzha ta që jam të me rrutë po reagimet anti-amerikane. Na kthen mbrapa 20 vjetë. Nëse jo kjo është fare citoj agimit, zot Dobrica Ćosići, nëse vetëm 50% nga kjo jetësohet... O 1% mu jetësu është ballë, një është ballë. Po jo një, kjo tha 80% janë të vërshu me rrjetet sociale me anti-amerikanizëm. Sot, jo ma lartë. Normalisht që është i ushqym nga Serbia dhe Rusia, është i ushqym që ata mund t'jenë 50% Rus edhe Serb.
Po 50% janë shqiptarë, zoja po thot, jo me ema me mbjana njerë që i njojnë. Nuk janë ata anti-amerikanë. Jo, janë Jonë kur e kur e vërshojnë... Ata janë njerëz të morë, që ka nevoj mi qu të mjeku, të psikiatri, të psikologu mu konsultu. Se nuk janë njerëz që janë armiq, po pa vedeshëm. Është krijuar bindja. Nuk janë njerëz të Serbisë ata, as nuk janë njerëz të Rusisë, as nuk janë njerëz kundër Amerike. Janë njerëz të morë, që kanë rënë që farbuar Ata pavedije mund t'jenë shërbim të një lojë të rrezikshme që e bën Rusia, asaj lufte hibride që e përmendëm më herët, do të thotë. Nuk do të thotë janë ata, nuk e them që janë të lidhur. Po pavedije çojnë ujë në mullirin e luftës hibride ruso-serbe. Edhe ajo luftë ruso-serbe hibride. Shteti Amerikan e njeh shumë mirë propagandën ruse. Edhe lufton vazhdimësi. Po s'merën ata e problemet Kosovës e ka krejt bërë. Gjithmonë me kërku për Amerikanëve mund të supozohet që shumicën e këtyre komenteve nxitse urrejtse edhe mund t'i bëjnë. Ata nuk mirën me komente. Jo, ata mirën vazhdimësi me luftimin e